Familja, Miriami, fëmija, ku i ke lënë? Dëgjon, Vllai janë shumë gjëra. Janë shumë gjëra, shumë punë. Miriamin e kemi parë që të suporton, është pjesë e tureve të tua. Miriami ishte jashtëzakonshme. Pikërisht pra, prandaj po them, sepse duhet të jetë shumë e vështirë për të që sidomos kohët e fundit, domethënë këto 2 vjet që patëm që me koncertet tani edhe qoftë edhe albumi muajt e fundit është nuk e di, është domethënë gjithmonë ka qenë, po thjesht më surprizon edhe gjithmonë edhe më shumë kuptimin e vendosmërisë edhe e durimit e qetësisë edhe e suportit patjetër. Edhe është në të vërtetë është vërtet e respektoj shumë. Patjetër që për të nuk është e lehtë, Miriami është një artiste. Patjetër pra. Një artiste e jashtëzakonshëm besoj. A do ta bëjnë në një album Miriami, a do ketë? Po shiko, Miriami për momentin Se te nuk ka patur fokusin. Unë për shembull kam qenë që unë të kem 3 vjet që i them të bëjmë një album për ty, bëjmë një album për ty. Dhe do të thënë unë dua shumë që kjo të ndodhi. Po. Por ajo ka dashur marrë ikone saj. Po, patjetër. Plus ka parë edhe ku isha unë. Kjo është një sakrificë. Kjo është një grua që është, domethënë, vërtet krah. Po, krah, po. Që ti e këtu tani ti po hap krahat. Po. Një gjë. Nuk dua të jem tek dua të ndim. Dhe realisht në këtë fazë të karrierës time, Miriami më beson të gjërat që bëjmë ne shumë në koncerte. Është Olti, është Miriami. Po, tjetër. Është zakonshëm me idetë që ka, gjë nuk ndodh mos ta pyes për çdo gjë që e kuptoj, po tjetër. Prit, pati vizor në prit pjesë për Miriami. Prit të pyes çik Miriami. Kështu që unë shpresoj në një fazë tjetër ndoshta se ajo ka prioritet edhe biznesin që bën. Po tjetër. Shumë ka prioritet patjetër edhe fëmijët që kanë nevojë kur unë nuk jam, kanë nevojë për kohën e saj. Por në një moment tjetër do kisha shumë qejf që unë të bëj një album. Brava. Edhe të bënte ajo diçka. Sa gjë e bukur kompenson njëri tjetrin. Shumë e bukur. Po sa vështirë ka qenë Alban për ty në këtë rast që të qëndrosh larg familjes. Çfarë keni vendosur me fëmijët, do t'i mbani? Po them që fëmijë ishin, jo, unë kam një gjë të mirë, ju më njihni pak a shumë. Ju dini që unë kam punë dhe shtëpi. Po, Albani nuk del fare 0. Nuk është puna, po nuk. Jo, nuk del, nuk është se e ka të koncentruar kohën për të kanalizuar. Nuk u mbas shumë kohë për si karkarocë kur i them. Nuk u mbas shumë kohë. Po. Karkarocë. Po karkarocë. Nuk u mbas shumë kohë. Jo, nuk është puna që janë vetëm kështu, po nuk u mbas shumë kohë me këto të harrohem, me kupton me gjëra me i ndan objektive vëlla, kush është kjo, familja, sponsorja, të gjitha po. Unë dojem të kaloj kohën në shtëpi sepse që të kompensoj gjërat, edhe të jem prezant edhe me sidomos me fëmijët se jam në zhmel lehtë gjithsesi në. Po tjetër. Çuni dhe vajza, djalit e goca. A e din ata kë ka baba në sensin unë e di që të njohin, po jam konscient. Di që të njohin. E konscient që ti artist i ndje kur me fansa të duhet të ikësh për koncerte. Po. Vajza është më e madhe tani, domethënë ajo është më e vetëdijshme se është 10 vjeçë. Djali që është 6 patjetër është, po është pak më akoma duket loj. Gjithsesi nuk është që unë ja ushqej shumë këtë gjën që babi dhe mami të famshëm. Punit normale. E ka si normale, po. Babi dhe më për mua. Unë punoj kështu, patjetër që duhet dal atje, patjetër që edhe ka shumë njerëz që më ndjekin ose më duan, po them nuk do të thot asgjë. Kur mbaron puna, ne jemi njerëz si gjithë tjerë. Po tjetër. Ideja është të mos po që janë të vegjël dhe të mos të shumë normal do ide në kokë. Po me kë je i lidhur më shumë, çunë apo me gocën? Me gocën, jo. Me gocën, gocën babit. Gocën papit, ajo do me shpitë me çak. Me gocën, domethënë ka një çik më kështu se është ajo gjëja e babai me vajzën, po edhe me djalin, shumë më shumë. Dhe kush është më i zhurshëm? Okej, cila është më i zhurshëm? Djali, ja? Alishit nash. Përgjithësi çunat janë fizik, e kupton? Janë fizik, duan. Dua. Gocës i jep të mirë çik të. Luam baba, sa lezetshëm. Po janë më inteligjentë vajzat. Pastrosh e çon, hajde të bëj. Po janë më inteligjente vajzat. Po mirë, unë doja të dija kush ka qenë që jam më e vështirë, që ty pyetja më e vështirë, që ty të kanë bërë fëmijët dhe si e përgjigjur. Të kanë bërë një pyetje të vështirë? Sa bukur ishte kjo, sa është mosha që të bëjnë pyetje të vështira.
Po më kujtohet se mbaj mend një gjë që kam folur dhe me Miriamin, po që thash si ka mundësi që ku i po i vajti mendja, mendja. po më vjen. Kujto. Do jetë në një temë sociale kështu apo jo? Jo, vajza më pyet ndonjëherë ca pyetje Sigurisht e madhe. për ekzistencën, ëh, domethënë për jetën, për universin, për njeriu, për Zotin, për Sa të bukur janë ato pyetje. edhe ato janë pyetje shumë E ti patjetër ti mundohesh që të sqarosh gjëra ashtu siç janë, kështu po. siç janë. Po ç'është as kompetent ky që ti sqaroj. Apo je kështu? Asnjë s'është. Po bravo, normal. Po them që të flasësh me siguri me video. Domethënë, kështu që është pak delikate sepse gjithsesi nuk është që do ti që ti ta ushqesh me një drejtim apo në tjetër sa janë të vegjël që të rritën dhe të marrin vetimet e tyre për si e shohin gjithësinë edhe. Po. Që janë pyetje çik ato që do. Po që do të thotë që ti shpenzon kohë me ta dhe patjetër gjen kohën. Shpenzoj kohët e fundit pak më pak. Po si ja bëni gjatë kur je me turin? Turin andi. Me turin. Ti merr me vetë fëmijët? I kam marrë 1-2 herë, Okej. por kaq, sepse për ne është gjithsesi stres. Po kush kujdeset për ta kur ju jeni andej? Prindrit tanë vinë nga Italia, duhet aty me njerëzit që kemi në shtëpi. Hajde suportojnë gjithë ty plak. Po mirë, ti do kishe shef për shembull që ose djali ose vajza të bëj këngëtar ose këngëtare një ditë? Do doja? A kanë të dhëna? A i shtyn ti? Vajza ka filluar tani ka qef, shikon këto K-pop e Po. nuk është që unë, domethënë e shty, po as jam mohon. E lë të lirë. Mua më lënë të lirë e zgjodha vetë. Sa gjë bukur është të lënë të lirë. Po s'u tha mua njëri të merreshëm me muzikë. Ty të thanë të merreshëm me aktrim. Jo. Mua babi do të bënte mekanik për shkak. Jo. Tash është dua. Jo, babi. Janë marr, po. Janë në burinë do këtë. Babi nuk e po jo, donte u kishte që vërtet se më thoshte që do hapet një kompani këtu e madhe në Shqipëri, nuk e di nga i kishte ato Po në informacione. përgjithësi po. Një orientim mendoj se duhet tek Kështu që do isha tek fëmijët, një orientim, s'po them një orientim që ti ta detyrosh për një gjë që ai s'ka as dhënë as talent. Por nëse ti e shikon fëmijën që ka një të dhënë, do ishte shumë bukur që ti vetëm ta ashtu sepse ai besoj se e di. Ai është 10 vjeç, është 11 vjeç. Çuni thashë është ende i vogël. Vajza që është 10, patjetër është në një fazë që mund të zgjidhë. Por është një vajzë shumë e mirë dhe e zakonshme në gjëra. Pra nuk është që është gjeni në një fushë dhe thua ti këtu. Kështu që ajo le të jetë një vajzë normale dhe le të provojë gjëra. Pra, të provoj të pikturoj, babi që ke piktore, lëri tjera të bëjë. Jo. Pikturoj nga pikturë, do ta lej të provoj aty. Ajo tani paktën disa vite, është mosha që duhet të provojnë që të Tak. Ke shumë të drejtë. Po, ke shumë të drejtë. Më pëlqen. Futbollist Si mendon, po. Që 6 vjeç. Po sigurisht të jetë bejsbollisti I më i mirë të gjitha shekullit, korave. Se orienton aty ti, se vërtet. Ai ka ëndër babait ta bëj Messi. Atje futboll. Djali shkret luan për babin, më kupton? Po. Luan për babin, po nuk luan për veten. A mund ta bësh një këngë për këtë? Po, luan për babin, nuk luan për veten. Ti luajte për babin, nuk luajte për veten. Po, shumë e bukur.